ka 3 ditë që plerat e Piskopës po digjen dhe ty me flak dhe askush nuk vjen për t'i fikur. Tani, banorët e këtij fshati thonë se janë helmuar, nuk din çfarë të bëjnë, të mbyllin derën e të ruhen nga tymi, apo të hapin derën e të ruhen nga vapa. Të mos digjen ata atje ku janë. Tani se na uzu fryma i der fshatit, nuk dalin dot në mëngjes në drekë ndar, nuk dalin dot jashtë, nuk pushin dot në frymë. Kur ra zjarri tani? Po ka një 2 ditë që ka rënë. Ka 4 ditë. 4 ditë. 4 ditë me tymin ju. Ditë natë. Ne nuk hapim derën të dalin për jashtë. Prandaj jemi mbledhur këtu. Ne kërkojmë që të merren masa të mos viret zjarri. Vetëm për këtë kemi. Po kush ja vë zjarrin, sa është edhe i rrethuar? Ne jemi në punë, jemi familjarë, nuk këto masa duhet i marr bashkia, kush do t'i marr, populli do ajër të pastër, se në fryma u bëm me kancer të gjithë. Kemi disa raste këtu në fshat që janë me sëmundje të ligë dhe u bë si punë e gripit kjo punë me këto plera. Edhe ju e lidhen edhe me plerat, me ty? Patjetër me plerat, s'ka mund si tjetër. Ajri i pastër nuk të shpik gjë, vetëm plerat të shpikin. Kur e ke ndjerë vetëm më keq këto ditë? Ore të tëra ditë kam ndjerë, që kur vërzjarri deri më sot vetë keq e kam ndjerë. Se nuk hapim do derën në mëngjes jashtë, në orën 5 kur ngrihemi, na bëhet vallëzë në gryk.